Mirëmëngjes, unë jam Romi, nëse kjo është videoja ime e parë që shihni, bëni subscribe këtu që të më ndiqni nëse ju pëlqejnë videot e mia dhe në mënyrë që të më suportoni. Sot jemi në Prishtinë, jemi zgjuar tek shtëpia jonë në Prishtinë. Do ju duket e çuditshme sepse ju e dini, për ato që më kanë ndjekur deri më sot, që unë jetoj në Tiranë aktualisht, por siç e keni vënë re, siç ju kam thënë që Hekrit është dashur të vijë shpesh në Prishtinë për punë, na u desh të kërkonim një shtëpi ku mund të qëndronim gjatë kohës që vinim këtu për të punuar. Dhe kjo do jetë shtëpia që do qëndrojmë, do mbështetemi në Prishtinë. Na u desh pak ta kërkonim faktikisht. Në Prishtinë ishte vështirë të gjeje shtëpi të mira, në pozicionin që na interesonte, me çmimin që na interesonte. Por me pak durim dhe me pak kërkim arritëm. Erdhëm mbrëm, do t'ju tregoj pak shtëpinë. Shtëpia është siç e kemi marrë, akoma nuk kemi vënë dorë dhe nuk besoj se do sistemojmë shumë gjëra, që do jetë një shtëpi thjesht ku do mbështetemi, përse mund të rrinim dhe të flinim nëpër hotele gjithkohës në Prishtinë ose gjithkohës tek miqtë tanë që ndodhen në Prishtinë, sepse secili ka jetën e vet në fundit. Pavarësisht se të gjithë miqtë që kemi këtu në Prishtinë gjithmonë kanë hapur dyert e shtëpisë për ne, por kishte ardhur momenti që edhe ne të gjinim një mbështetje dhe të shkonim për punën tonë. Do t'ju tregoj pak a shumë shtëpinë. Siç thash, është akoma, e sistemova pak mbrëm, pastrova pak mbrëm, po ka akoma për të pastruar. Unë jam pak e fiksuar, edhe pse ju kam thënë nuk më pëlqejnë që të bëj video duke pastruar shtëpinë, sepse më besoj që kam gjëra më interesante për të treguar sesa pastrimin e shtëpisë. Ti tregoj shpejt shtëpinë, pastaj do bëhemi gati dhe do t'ju marr me vete këtë të diel në Prishtinë. Këtu ku nisi video është dhe dhoma kryesore, ku edhe unë kam sistemuar pak mbrëm dhe kemi fjetur. Është thjesht sepse le të themi të gjitha zbukurimet, xhingla mingla i kam hequr. Ju e keni vënë re që mua shtëpia më pëlqen të jetë e rregullt, e pastër dhe me pak gjëra, nuk më pëlqen shumë xixa, lule. Mi kam qef, janë gustot e mia personale, pak minimaliste, kështu që e bëra më mirë thjesht dhe është dhe më lehtë për të pastruar. Kjo është valizja që kemi sjellë mbrëm, ca gjëra i kam sistemuar në dollap, sandalet e mia, çanta ime dhe ja, kështu. Këtu kemi një banjo që kërkon akoma shumë punë. Nuk është ndonjë gjë kush e di çfarë, Hekri ka vendosur gjërat e tij dhe këtu kemi një dollap shumë të madh në korridor ku unë kam vendosur disa nga gjërat e shtëpisë që nuk na pëlqejnë. Po ja tregoj edhe në këtë mënyrë. Shtëpia ka dy dhoma gjumi, dhoma kryesore, është dhe një dhomë tjetër këtu, nuk e di këtu kush kam bërë grushta, kush e ka patur më përpara këtë shtëpinë. Është dhe kjo dhoma tjetër, siç e shihni ka një krevat tek, por nuk do t'ja tregoj plotësisht sepse aktualisht kalojnë gjërat një shok i Hekrit dhe duke qenë se janë gjërat e tij personale, nuk dua të hyj. Të respektoj pak privatësinë e tij. Gjëja që më pëlqen më shumë te kjo shtëpia është parketi, nuk është laminat siç i vendosin në Shqipëri, por është parket druri dhe shive sa i bukur që është. Shumë i bukur. Gjithashtu ka dhe ngroje me termostat në çdo dhomë. Më kujton pak shtëpitë kur jetoja në Milano, sepse të gjitha kishin ngroje me termostat dhe që realisht është komode, sidomos për vendet ftohta siç ishte Milano ose siç është dhe Prishtina. Ndërkohë këtu ku po xhiroj në këto momente është hyrja. Hekri ka varë me një herë këmishën e tij. Siç e shihni, shtëpia është e mobiluar, okay, nice, shumë mirë, nuk është ndonjë wow, por është shumë mirë mendoj. Duhet akoma pastruar mirë, sepse ka disa gjëra që duhen prekur, por në përgjithësi është okay. Tani do t'ju tregoj sallonin. Nga korridori hyrja e vogël, kalojmë në sallon. Më pëlqeu fakti që këtu kishte komplet xham dhe hyn më shumë drita. Dhe pastaj këtu është kuzhina. Unë jam ulur që mëngjes sepse duhet të mbaroja disa punë, pavarësisht se është e diel, unë jam gjithmonë duke punuar. Këtu është pjesa e kuzhinës. Kuzhina kishte edhe lavastovilje. Dhe vazhdon, është pak e fshehur, nuk duket. Më në fund një shtëpi këtu të paktën, kemi lavastovilje, sepse në Tiranë nuk kam, dhe gjithashtu ka dhe kondicioner aty. Pavarësisht se darka është shumë e freskët këtu dhe edhe mëngjesi faktikisht ishte i freskët dhe u trëmba pak sepse nuk kam marrë asgjë
pak më të rënd, po kam marrë gjë verore shumë të hollë. Por gjithsesi u përmirësua koha. Balkoni vogël, me pamje nga këto ndërtesat që akoma nuk ishin të banuara, por besoj që do banohen së shpejti. Kjo lagja nuk e njoh mirë se në çfarë lagje quhet në Prishtinë, sepse jam akoma shumë njo, por e pash që ishte një lagje që ishte komplet ndërtuar në 10 vitet e fundit. Dhe ajo që më bëri përshtypje në krahasim me lagjet e ndërtuara në 10 vitet e fundit në Shqipëri, përveç Del Jorgjit në Tiranë, është kjo kishte shumë hapësirë, kishte shumë strukturë poshtë, hapësirë mes pallateve, mes dyqaneve, ndryshe nga për shembull zonat në Tiranë ku janë të gjitha të ndërtuara, flas për shtëpitë në 10 vitet e fundit, sepse tani po i bëjmë pak më mirë shqyr zotit, po mendojmë pak më shumë mbi urbanistikën, jo vetëm kështu kape ndërtohet dhe shfrytëzo hapësirën. Kjo ishte shtëpia e treguar në mënyrë shumë të shpejtë, çfarë ka mbetur nga ky vit, do jetë i ndarë mes Tiranës dhe Prishtinës. Normalisht të dy si kur ne kemi punë në Tiranë dhe do ndajmë besoj javën, unë ndoshta do vi në fundjavë këtu në Prishtinë, por pjesën më të madhe të javës do jem në Tiranë për punën që kam. Të shohim si do mund të organizohemi në mënyrë që normalisht edhe të jemi pranë njëri tjetrit dhe të jem dhe këtu prezente për të ndihmuar Hekuranin me disa gjëra. Kjo është dhe një nga arsyet pse unë si vjet bëra pushime me mamin dhe me Markon. Faktikisht kemi dëshirë të bëjmë ndonjë ditë dhe me Hekrin, sepse dhe ai ka nevojë të bëjë ndonjë pushim. Kishte merak që do ngelnim si unë si ai pa pushime, kështu që më tha, shko ti një herë me mamin dhe me Markon, të paktën njëri nga ne të dy të bëj pushim. Për këtë nuk e keni parë shpesh Hekrin në vlogjet e fundit, sepse e di që edhe prania e tij ju gëzon, ju buzëqesh, sepse normalisht ai është simpatiku i çiftit, e keni kuptuar. Nëse se unë bëj shumë shaka. Faktikisht shtëpia u gjend kur unë isha në Greqi dhe Hekri më dërgoi fotot që tha, shiko, pash të shtëpinë dhe diskutuam për çmimin dhe arritëm një çmim okay për të dy anët dhe si të duket dhe ishte shumë nice në krahasim me gjithë shtëpitë e tjera, sepse do të kuptoni shtëpitë me qira si në Tiranë, si në Prishtinë janë top, sepse kush i banon, nuk është se mendon shumë për shtëpinë, thjesht banon cop, siç e pat dhe vetë derën aty ishte coptuar. Unë kam ruajtur videot e para që kam xhiruar tek shtëpia që kemi në Tiranë, që kemi hyrë atje. Sa të merr ka qenë. Domethënë ne kemi sistemuar aq shumë gjëra aty, sepse ishte realisht e katandisur në një mënyrë, por na pëlqente shumë hapësira e asaj shtëpisë, drita e asaj shtëpisë, pozicioni dhe kështu që mbyllëm një sy dhe tham, këtë mund ta sistemojmë, këtu mund të fusim mobiljet tona dhe është shndruar në një ambient të këndshëm që do akoma punë, por siç thash, si kjo si ajo janë shtëpi me qira dhe nuk është se do investojmë shumë në shtëpi me qira, nuk janë tonat. Tani duhet të rikthehem pak punës. Sepse pas një ore do vi Hekri që të bëmi gati dhe do dalim, do takojmë miq tan, do takojmë dhe Torin dhe ndoshta do shkojmë të bëjmë në një xhiro këtu rreth e qark, nuk e di mirë ku, sepse unë siç thash nuk e njoh mirë Prishtinën, kam ardhur shpesh herë, po kam ardhur një ditë, dy ditë, kam ardhur për punë ose për qef, por në mënyrë shumë të shkurtër dhe akoma jam new in town. Të mbaroj punën shpejt dhe të bëhemi gati. U bëm gati dhe tani do shkojmë takojmë miq tan, Rinën dhe Nortilin dhe Torin. Hajde, like për mua aty, komente. Komente, vazhdo. Për mua. Që jam më i famshëm se Okej, po it's true. Mbrëm me Hekrin kemi qenë në një restoran. Nuk pata mund që të xhiroj shumë, xhirova disa skena dhe do t'ja u tregoj. Restoranti është shumë nice, është Mexican dhe quhet Il Comandante Marcos. Kështu ja duhet me çu Markon aty. Dhe më pëlqeu shumë muzika që kishin, ishte salsa dhe më kishte marrë pak malli, herën e fundit në Itali kur kam qenë për të ngrënë dhe kemi pirë disa margarita shumë yummy. Gjithashtu morëm dhe një pjatë që mund të provonim disa gjëra.
nëse jeni në Prishtinë, ja u këshilloj si vend, ishte shumë nice. Dhe çmimet ishin normale, as shumë të shtrenjta, as shumë të lira. I think I'm invisible. Barely a ghost. 'Cause when I walk, they look right through me. And when I talk, no one can hear me. Kjo pjesa e lagjës këtu më duket si në Gjakov. If I disappear today, I bet no one would know. Hekri sa po mësoshte që të duket si Gjakov, nga që nuk je mësuar të shohësh shtëpi private në Prishtinë. Faktikisht në çdo lagje që kam qenë kanë qenë pallate, kështu që do jetë e vërtet, ndërsa Gjakova është e gjitha, pjesa më e madhe se jo e gjitha, e bërë nga shtëpi private, me lagje me shtëpi private. Këtu pas ka shumë gropa. I'm sorry if that makes you. Sa po erdhëm këtu tek një hotel që quhet Hotel Garden, duket se është i ri dhe ka ambiente shumë cool, apo ka vite, okay. Duket sa e njoh Prishtinën unë. Dhe ka si spa, pishin, një bar cute. Është hotel faktikisht, por që edhe mund vish të kalosh ditën këtu. Edhe pu. Po pra e thash, ka pishin shumë cute. Të shohim, unë e kam parë në Instagram, nuk e kam parë asnjëherë live dhe ky është momenti, besoj. Gjetëm një vend këtu jashtë, me pak dyshim, por jemi duke pritur që ta sistemojnë pak, sepse ulëm për të mos ta marrë. Cheers! Nuk i lam takosat, apo jo, mere. Prisha video më duhet edhe kjo. S'ka që nuk prishe që. Që keq. O la la la. Prish limon. Duhet se s'bën një vend në Tiranë të bëj limonadë të freskët. Absolutisht as soon as possible. Njerëz, sepse nuk ka mundësi që në Tiranë mos ketë gjëra të mira. Cheers! Shive si prishet sufleja. Po. Pasi më ka plot gjumi, vdisha, do më thënë kam fjet 2 orë si kur të kisha punuar në Kamës, isha shumë e lodhur. Ka qenë një javë shumë e gjatë pune edhe rruga deri këtu. Tani po dalim sërish. Sa po më bëri kompliment një gotë. Live, kështu. Por kam thënë që njerëzit në Prishtinë janë ndryshe, ha? Kjo është një ndër kinemat më të vjetra në Prishtinë, po më thoshte e Kurani që shkonin këtu. Dhe sa vite ekziston Hekër? E Prishtinës, e njohur, e vjetër, ke shkuar ndonjëherë? Po, shumë e parë. Ja dhe një tjetër, nga 1990-a Bookstore Buzuku. Ishte mbyllur, duhet vi një herë tjetër ta vizitoj Buzukun, po ishte shumë Është bukur. Dugagjini për shemb. Po patjetër e kam nxjerrë dhe një vlog tjetër Dugagjinin, se aty kam qenë, por te ky tjetër jo. Dhe kjo që ju tregova është një nga instalacionet e bëra për manifesta Bienalja Nomade Europiane, që këtë vit organizohet në Prishtinë, që është një mast absolutisht për të vizituar dhe unë mezi pres ta vizitoj. Keni kohë ta vizitoni deri me 30 tetor.
Në qa vëndi ishim hekër? Qebar. Ishim tek një zonë që unë e quaj rrugica Salës e Prishtinës. Qumë. Po, ngëm diçka të vogël, pim dhe disa koktejle, një koktejl në saktë. Disa. Një. Dhe tani po kthehemi në shtëpi sepse nesër në mëngjes më duhet të nisem. Mundes dhe drita këtu. Tregesi në një karocë në komshi. Po, do t'rregoj komshit e këtij apartamenti të ri. Jetojnë në kujdër. Do më thënë çdo gjë këtu jashtë. Nuk e di, ndoshta nga që tek apartamentet në Tiranë që kemi patur, nuk kemi patur kështu komshinj, po. Ndoshta është ndonjë zakon këtu te ky pallati, sepse edhe komshia tjetër ka nxjerrë një nga këto që mbajnë këpucët. Dhe poshtë kishtë nxjerrë tavolinë në gra. Okej. Më thoni ju, është zakon këtu, apo është thjesht rastësi e këtij pallati? Por tani që po e mendoj, dhe tek pallati i mamit, që jeton mami, dhe aty komshinët nxjerrin gjëra jashta, kështu që S'kam po i lënë. krimet e të dielës së darkë. Kam një jetë pa nga të. Këto janë, Do të me pi 1 kilo ujë. po, këto janë patatinat e përshkruara të hekrit, po janë kështu me peanuts, me kukirika, por që përveç se të ngjiten në duar. Halosh, si doja kalosh pa mua? A, që the? Shumë keqë po i. Që do bëjmë? Next week. A më pra mos bë ashtu se... Po. Shive ka qëreli. E kështu people është e hënë dhe unë u bëra gati sepse do iki. Në Tiranë, më pret puna. Por përpara do shkem ta mëngjes, apo jo? Thash ka qëreli! Hekër do të shkosh presh flokët. Hekër do presi flokët këtë javë. Kështu ka thënë, ka premtuar. Marangos. Ke marangozi, thot. Marangos mirë, nejse. Ikim. Morëm diçka të shpejt te një bakery këtu. Tek zona e qafës, apo jo? Ha? Qafë. Te qafa. Kjo është rruga e kafeve të vogla, që është në under construction, po e rregullojnë. Se pat ishte trotuari ishte cop, por është duke rregulluar. Ne po shkojmë te një vend që të pim një kafe. Hekër, si quhet cappuccino në Kosovë? Kjo është macchiato Kështu, unë përsita cappuccino, po vajza që shërbente më tha macchiato e madhe. Ma shpjegoj domethënë. Kështu që një macchiato e madhe. Ai vendi që ulëm më bëri pak habi se ishte full, kurse këto tjerët ishin bosh, sepse kishin një ofertë. Këtu kafja ishte 50 cent mëngjes. Jo njerëz hajde në Prishtinë për të pirë kafe. Dhe kjo është mënyra se si, një nga mënyra se si bëjnë reklam diskot këtu në Prishtinë. Zone Club që vendos në trotuar posters për çdo këngëtar që ftojnë. Hekri faktikisht po më thoshte që në Prishtinë është kafja më shtrenjtë në rajon. Sa është kafja këtu Hekër? Me që e kemi nisë muhabetin e kafes nga Janina. Po, krahasim me Shqipërinë ka 700 lekë mesatar. Po, mesatari thotë Hekër në Shqipëri 700 lekë.
Kurse Prishtinë këtu, Ka kafe po është 1 euro. Okej. Ka edhe 1,20, 1 euro. këtu është 1 euro, 1,20 €, 1,20 €, varet ku shkon, Ka por edhe 50 centa, po Po. flasim për gjithësi është më shtrenjtë. varet nga zona që shkon, Është besoj. shumë mirë sepse nuk e di si ju del hesapi në Shqipëri. 700 euro. Hekri thot se di si ju del hesapi, se Hekri ka këtë zakon që po flet me zot vogël dhe s'merret vesh. Thotë Hekri që nuk e di si ju del në Shqipëri hesapi me 700 lekë kafe, sepse tani janë rritur shumë çmimet. Por që ky vendi që shkuam ne rastësisht e kishte 50 cent, sa paguam ne? Vetëm sot mëngjes. Jo sot, po në mëngjes, e kishte ofertën e mëngjesit. Sa paguam ne Hekër? 2 euro. 2 euro paguam një cappuccino, një kafe dhe një shishe ujë. Okej, jam në autostradë dhe më është qarë goma, makina ime është aty. Por gjeta disa djemë këtu tek një servis që ndodhet dhe ishin shumë të sjellshëm. Më shoqëruan për të marrë një gomë të re dhe tani po mandrojnë. Shqyr që ekzistojnë akoma dhe njerëz të mirë që të ndihmojnë përpara një problemi, sepse jam in the middle of nowhere, kështu. Dhe ky është servisi që po më ndihmon. Kështu që tani po pres që të më ndrojnë gomën, ja ku është goma e re që kam marrë, po më ndrojnë sërish të djemt këtu te ky servisi dhe të nisem për në Tiranë.